Grisha këta numra, punë gjatë. Duhet pak energji se për në me... Për që ta e këmë marë në sponsor Goldenigl, të që e kemë energji. Për në me kemë punë shumë se... Normal, po këto shifra, diçka nuk është në rregull me shifra. Çështja e ikjes së punëtorëve nga vendi është mos respektimi i ligjit të punës, pikërisht. Dhe ne kemi kërkuar edhe në protestat gjykatën e punës. Edhe kemi thonë shumë të qartë e shumë drejt. Të gjithë ata që janë kundër gjykatës së punës janë kundër punëtorëve. Për arsye se në ankek, se cilën menaxher që të vjen, fatkeqësisht prej vitit të ligjit punës 2012 e deri me tani, këqyren me i rrit financat e jo prodhimin në këtë rast. I vazhgjiten lëndë e punëtorëve të cilët kanë bë padi, mërë me mene këryn gjykata themelore, shkon bën ankesë për gjykata apelit, deri te Supremja, edhe në kushtetuese për me i shty senet sa ma shumë. Edhe pse është këtë përdorimit e tyre zyrtare. Po t'ishte gjykata e punës, me kry një lëndë shpejt, nuk ishin shkelte drejtat e punëtorëve, as sektor privat, as publik, as kërkon. Në 2015 në kam një lëndë, një inspektorat, ta në gjykatë, hala nuk u kry. 2015 prill, tash i këmë bo 10 vjetë.